Duke ju falendëruar si gjithmonë për vëmendje, përsëri do të takohemi të premten e javës tjetër. E deri atëherë ju e keni Shkalla 3 Showbiz, nga unë Albina, natën e mirë. Zemra Dardanin serdhi gjatë kësaj jave nga Edona Llalloshe. Producenti kësaj prurje të re është vëllau i Edonës, Milot Llalloshe, ku i njëjti ka realizuar teknikun, audio-videon, kurse për miksimin dhe masterizimin u përkujdes Shpeta Sound. Sa mi rrim me plum guj, sa e ko nevoj të i kështetit të fërgjuj. Diona Fona ka bashkuar forcat me Ish, Marin, DJ Mac e Crash Dummy Albo. E kanë publikuar një projekt që ja kanë bashkangjit edhe videoklipin, që për vizualizimin e tij u përkujdes Bdot. Tekstin e kësaj prurje të re kanë shkruar vet ata, Diona, Marin dhe Ish, kurse biti u punua nga Crash Dummy dhe DJ Mac. Nëse ki probleme shokin, hands up in the air, matë mirë se polici glokin. U diskutua shumë lidhja e tij me Lelën, bëhet fjalë për Leon, i cili duke se përveç anës personale, po aktivizohet dhe në atë profesionale. Por këtë herë ka diçka të re në privatësinë e tij. Ndiqni këtë video e mësoni se artisti e la pas të kaluarën e tij me Seferin e ka filluar me shiju një tjetër romancë. A je në lidhje? Hallo Leo. Hej. Shqepa Deutsch. Możesz dusz wykonać albanisht në të vdëq, ka një problem. Cili moment është për ty, I made it? Definitivisht kur e kom le shtëpi. Was motiviert dich weiter zu machen, wenn es nicht mal gut läuft? Abschalten, positiv denken, meistens höre ich dann einfach Musik, lese ein Buch oder zocke einfach. Çka e ke vetë ChatGPT-n për herë të fundit? Sa baklava bëhen Bayram. Früh aufstehen oder spät schlafen gehen? Boah, definitiv spät schlafen gehen. Kafe apo energi? Kafe. Bionde apo brune? Brune. A je në lidhje? Nashta. In welcher Stadt war dein bestes Konzert? Boah, mein bestes Konzert war auf jeden Fall in Wien zu meiner Anfangszeit, als ich mit Musik angefangen habe und die Crowd war krass. Kur del koma e re? Prill. A e ke këshirë Big Brother 3 masi që ke dollë prej shtëpia? Vetë momentet më të bukura që më kanë shfaqë në TikTok ose që më kanë dërgu, për ndryshe primet nuk i kom pëqyrë. Çka fitove nga Bigu? Shoqëri, fam, lek apo dashni nga publiku? Prej gjitha ka pak, ose do mos dashnia për publikut, i dua. Beende den Satz, das Beste in meinem Leben ist... Das Beste in meinem Leben ist meine Familie. A kështë morë pjesë prap me naj format t'il? Nashta, si dje. Dhe cilën person kështë dosht me ndru jetën tonë për një dit? Me Donald Trumpin. Me i regullu do sana se diçka në botë nuk atë shku në regull. Danke Leo! Faleminderit juve për këtë pyetje, ju dua shumë. Peshat këtë jënë fulli plek, si Tupac, muj me tarë dhe me t'njek si kur Spak u publikua nga Skama, tekstin e së cilës se ka shkruar vetë artisti shqiptar. Biti dhe instrumentali janë punuar nga Madenka, producent është Apollo, kurso ana vizueli u realizua nga MVC Production. Peshat këtë jënë fulli plek, si Tupac, muj me tarë dhe me t'njek si kur spak. Këndasht me i, po këm e kapri. Dafina Zeqiri po vazhdon të jetë aktive në skenën muzikore. Ajo pak ditë më parë erdhi me Thuje, tekstin e së cilës se ka shkruar Indri Dode, Angelo Muharremi dhe Ron Krasniqi. Producent të kësaj prurje të re janë Dear Sulejmani dhe Indri Dode. Videoklipi u realizua nga Basement. Ma ti si në po veç vetën ruje. Asnjëherë se kam mëndu. Me balagjat kësaj jave erdhi edhe Luizi, asnjëherë u publikua me tekst nga vet Ailey, i cili ka bërë dhe muzikën e këtij projekti. Kjo prurje e re deri më tani ka rritur të klikohet në afro 110.000 herë. Ka në krah, unë gjithmonë do të kujtoj. Ani moj Kosovo, moj bukuri.
animoj Kosovë erdhi nga dyshja Jozef Përvorfi dhe Brigita. Tekstin e këtij projekti ka shkruar vet Jozefi, i cili është dhe producent së bashku me Lolo 79. Edhe instrumentali u realizua nga Jozef, ndërsa ana vizueli u punua nga AS. Flas me ty si me zemrën dashuris E shpirtis të lele Po du me t'pas Janë afruar ditët kur Fifi do e mbaj koncertin e parë që do të titullohet Me lapse letër. Me ty vuj La shkom le mu pa frym Këngëtarja zbuloi që me ekipin e saj janë duke punuar vazhdimisht, intensivisht në këtë projekt spektakular. E ko marrë vendimin me bo një gjë spektakolare. Ndishni pak nga prapaskenat e përgatitjes së fundit, derisa kanë mbetur vetëm edhe 22 ditë. Si unë djeve për herë të parë që e këndove aktin 1. Shumë e emocionuar. Imagjino emocionuar jam të nuk pa njerës.